fillet e para vitit 2000, takimi I parë në Pej, një grupi mjekëve të përgjithshëm, bëhat një seminar lidhur me kujdesin parsorë shëndetësor dhe kujdesi parsorë ose mjekësia familjare është gur themel I sistemit shëndetësor. Dhe është menduar që të gjitha duhet fillohet nga një sistem I mirë organizuar kujdesi parsor, I bazuar në konceptin e mjekësisë familjare. Të dy mjekët në vitin 1999 diagnostifikojnë, themi se nuk është në klasifikim ndërkombëtar, po diagnostifikojnë si paragjykim kognitiv, paragjykim të njohjes. Daniel Kruger, këta kanë shpjeguar shumë mirë edhe me kurben, kur sa më pak je kompetent, domethënë me njohuni sa më të ulta, je shumë më konfident, domethënë ke besimin më të madh. Manifestohet në forma të ndryshme, mundi përmend disa prej formave të tyre është perfeksionizmi, një prej sindromit të mashtrimit të perfeksionizmit, ku personat kërkojnë gjithçka me qenë në perfeksion, sepse gjithmonë e kanë frikën se janë të paaftë për një punë dhe dikush e kupton që këta janë të paaftë.